për inkuadrimin nderuar. Përshëndetje, faleminderit. Është qetësuar situata apo jo në Tiranë? Po, situata është qetësuar. Ajo ishte vetëm e asaj nate, më pas ka vazhduar me deklarata midis pjesës opozitës, ata që organizuan protestën e tyre, dhe njëkohësisht dhe institucioneve, të cilët kanë vazhduar deri vonë me shoqërimin e personave, me dokumentimin e personave, të cilët sipas tyre kanë pasur pamje filmike dhe kanë dokumentuar përdorimin e dhunës, kryesisht për hedhjen e sendeve piroteknike. Dhe pati edhe të lënduar edhe nga protestuesit, po ashtu u vunë në spikam, sidomos prej kolegëve gazetar atje, mjetet që janë përdorur me afat skaduar, ç'a mund të nxjerrim prej kësaj situate në tërësi? Deri në momentin që protesta ishte paqësore, palët ishin të ndarë, flasim për pjesën e protestës dhe protestuesët dhe policia që ishte vendosur në ruajtje të rendit dhe të qetësisë, por njëkohësisht dhe në ruajtje të institucioneve të kryeministrisë dhe institucioneve të tjera të rëndësisë veçantë, siç është dhe godina e parlamentit. Sigurisht radhën e parë ishin punonjësit e policisë, të cilët merreshin me ruajtjen e krijimit perimetrit dhe më pas forca të tjera të specializuar për ndërhyrje në rastet kur situata mund dalë jashtë kontrollit dhe mund të kemi përdorimin e mjeteve të dhunës. Rasti i përdorimit të lëndëve piroteknike, lëndë shpërthyese të hedhura në drejtim të forcave të policisë dhe kryesisht ndaj strukturës së kryeministrisë bëri reagimin e tyre dhe në këtë moment kemi përdorimin e gazit të cilës, CS dhe makinën e ujit me pompë, e cila kërkoi shpërndarjen dhe njëkohësisht fillimi i shoqërimit personave të identifikuar nga policia si hedhësit e këtyre sendeve apo bartësit e këtyre sendeve. Dhe kjo krijoi një lloj irritimi, patjetër, ky shoqërim i personave deri në afërsi të strukturës së partisë politike, deri aty ku ata kishin mundësi të ndiqnin për t'i tërhequr dhe për të pasur mundësi për t'i shoqëruar, dhe sigurisht që kjo pati polemika, sidomos me përdorimin e gazit të dyshuar të skaduar, të ekspozuar nga mediat, por edhe nga strukturat politike, të cilët kanë ekspozuar pjesën e datës së skadencës tyre, që i përkonte edhe vitit 2023, pra 2 vite më parë. Dhe ajo çfarë unë duhet të evidentoj, përveç kësaj që ishte përdorimi i gazit të cilës i skaduar, pra kjo gjë duhet dokumentohet, kërkon një analizë, kemi dhe rastin e një shoqërimi të një djaloshi, një fëmijë 10 vjeçar, edhe ky u bë një problem problematik i një debati nëse duhet ta shoqëronte apo jo, dhe pse duhet vendosëshim pranga tek një 10 vjeçar. Kurse ajo çfarë nuk u tha dhe nuk u përmend media, që unë dua ta analizoj, është një moment kur në protestë kemi fluturimin mbi protestues të droneve, të cilët mund të jenë të strukturës policore, mund të jenë të mediave, por në të dyja rastet mendoj që dronet nuk duhet të fluturojnë mbi protestues, aq më tepër në afërsi të objekteve të rëndësisë veçantë, sepse në momentet e drejtimit tyre, në kushtet e errësirës, thjesht me anëmet të llampave, identifikimi i tyre bëhet i vështirë, mund të shërbejë faktorëve të tretë, të cilët mund të krijojnë problematika, dhe nëse sot u hodhen me lëndë në fuqi fizike krahu, nesër mund të përdoren drone, të cilët mund të përdoren qoftë për qëllime të tjera të dëmshme që mund të krijojnë pasoja të parikupërshme. Pra është precedenti i rrezikshëm që dikush dashakeq ndërhyj përmes dronëve në këtë rast dhe të shkaktojë ndoshta dëme edhe më të mëdha në njerëz. Shiko, mund të ketë interesa politike, mund të ketë interesa të grupeve kriminale, mund të ketë grupe terroriste, mund të ketë grupe të tjera politike jashtë territorit shqiptar, të cilët kërkojnë të krijojnë një destabilitet. Prandaj është e habitshme se si në afërsi të këtyre objekteve nuk ka një sistem antidron, ku në afërsi të objekteve të rëndësishme, aeroporteve, porteve, nuk mund të kemi fluturim të droneve, sepse nëse dronet do të përdoren për qëllime mediatike apo për qëllime sigurie, këto nuk është vendi dhe momenti i duhur për ta bërë këtë gjë, sepse kjo mund të rrezikojë, po themi, edhe nëse ka drone, të cilët do të kenë një autorizim, ata duhet të vizin në një perimetër dhe një zonë dhe duhet të ketë një plan fluturimi. Ka plan fluturimi dhe si mund të jetë ky plan fluturimi. Prandaj gjitha këto mendoj është momenti për të ndaluar fluturimin e droneve, qoftë për qëllime të mediave, dhe mund të ketë forma tjera për ta dokumentuar, si lartësi e objektit në afërsi, të cilët mund të kenë forma për të marrë pamje filmike, jo detyrimisht drone, thash sepse kemi 2 objekte të rëndësishme veçantë. Është kryeministria, parlamenti dhe presidenca. Dhe mungesa e një sistemi antidron e bën të rrezikshme këtë situatë. Dhe përveç aspektit të sigurisë, krejt që kanë gjau, a ka ndikim edhe në zhvillimet politike tash? Kemi parë edhe reagimet e liderëve të partive, edhe Edi Ramës, kryeministrit
të Shqipërisë, përderisa jeni duke folë, po transmetohen në vazhdimsi pamje ku duket dhe Sali Berisha me flamur në dorë në skenat që po shihen, a mund ketë ndryshime politike dhe çfarë mund vijoj pastaj? Shiko, ne pritim një ortek politik. Ajo që u tha, rritja e pjesëmarrjes qytetarëve, sigurisht që ishte mbi mesatare në raport me protesta tjera, kishte një pjesëmarrje, nuk mund të themi madhështore, por nuk mund të themi e pavlerësuar, pra kishte një grupim të konsiderueshëm, por u kalua nga protesta, u kalua tek siguria publike, ke siguria fizike, aty ku tashmë kanë palët sot sjellje politike. Pra një palë që akuzon policinë për tejkalim të forcës fizike dhe përdorimin e dhunës, dhe pjesa tjetër e cila thotë që format e kësaj demonstrimi politik nuk i takojnë më periudhës të një partie politike të një vendi që tenton të shkojnë në Bashkimin Evropian, por kjo është pasaj polemika e zakonshme ku kërkon palët për ta transmetuar dhe për ta bërë sa më në qendër të vëmendjes. Po u harrua qëllimi i protestës dhe u kthye tek përplasjet e palëve për këto episode dhe këto pamje filmike të cilët janë. Nuk e di nëse kjo do të vazhdojë, ka thirrje të vazhdueshme qoftë dhe nga grupimet politike për të vazhduar protesta të tilla të këtij niveli. Por kjo ishte një protestë e paralajmëruar. Zoti Berisha paralajmëroi dhe i tha publikisht Ramës që po t'jeni burr, ju duhet të qëndroni në zyrën tuaj, gjë që nuk kuptoi që do të kishte edhe Po, dhe a mund të përshkallëzohet situatat, ketë edhe më shumë dhunë, edhe më shumë masë, më shumë njerëz, më shumë përplasje mes tyre dhe policisë, si janë parashikimet në këtë situatë? Shiko, unë shqetësim do të quaja rastin kur kjo situatë do të ishte në tërë qytetin e Tiranës dhe kjo do të ishte në tërë Republikën e Shqipërisë. Atëherë mund të kishim, po themi, siklete apo parashikime për trazira apo për krijimin e situatave të tensionuara. Pra aq kohë se kjo ishte vetëm në bulevard, pra nga aksi i rrugës, bulevardi kryesor, kryeministria deri tek afër, po e quajmë, ish pjesa që ka marrë Banka e Shqipërisë, kjo është e lokalizuar. Pra një konflikt që ndodhi brenda kësaj zone dhe nuk është një konflikt që shtrihet në gjithë territorin apo mund të ketë vatra të ndezur të cilët mund të krijojnë konfrontime dhe problematika në qytetin e Tiranës. Unë e shoh të qetë situatën, këto do të jenë përplasje politike, të cilët i vlen sigurisht skenarëve politik, dhe nuk e shoh një situatë shqetësuese që mund të krijojë agravime dhe mund të krijojë një lloj destabiliteti, po themi, në Shqipëri. Softa, faleminderit shumë që gjete kohë të inkuadrohesh në Kompas për këtë temë. Faleminderit juve.